Gjesti mbajti koncertin e tij të parë pas përfundimit të aventurës në Big Brother VIP Albania, duke mbledhur një numër të madh fansash të zjarrt që kishin ardhur për ta mbështetur. Atmosfera ishte elektrizuese me muzikë, energji dhe efekte speciale. Megjithatë, një moment pakujdesie gjatë performancës solli një situatë të pakëndshme. Teksa këndonte, Gjesti u afrua shumë pranë një zjarri me shkëndija, efekt ky i përdorur shpesh nëpër klube për të shtuar spektaklin vizual. Në pamjet që qarkulluan në rrjet, ai shihej duke u friksuar dhe u larguar me shpejtësi nga burimi i shkëndijave. Nga reagimi i tij menjëherë pas incidentit, dukej se kishte pusuar një lëndim në dorë, megjithse nuk është konfirmuar zyrtarisht shkalla e dëmtimit. Gjesti vet nuk ka dhënë ende një deklaratë publike, por veprimi i tij në skenë lë të kuptohet se përjetoi një moment shqetësimi. Pavarësisht incidentit, koncerti vazhdoi dhe Gjesti me profesionalizëm e përmbylli natën me performanca që u duar trokitën nga publiku. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.